2 të vdekur dhe disa të plagosur mbeten në Vëllkov të Shkupit pas një incidenti me armë zjarri gjatë mëngjesit të sotëm, ka konfirmuar Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkaq, jo zyrtarisht raportohet se ngjarja ka ndodhur pasi një qiramarrës ka qelluar disa herë pronarin e shtëpisë ku jetonte dhe ka plagosur djalin e tij të mitur. Më pas ka vrarë edhe veten duke mos dashur të bjerë në duart e policisë. Ndërkohë, fqinjet në atë zonë thonë se janë zgjuar nga të shtënat me armë zjarri, të ndjekur nga sirenat e policisë dhe ambulancës. Ata thanë se një pamje e tmerrshme u shpalos para syve të tyre, momentin kur panë se trupi i pronarit ishte i palëvizshëm dhe i pajet në shkallë, në një pellg gjaku. Ndërkaq nga MPB thonë se i mituri është transportuar për mjekim në kompleksin klinik Nëna Tereza dhe se personi me inicialet MN është autori i mundshëm i vrasjes. Rreth orës 9 në SPB Shkup është denoncuar se në fshatin Vëllkov të rajonit të Shkupit ka pasur të shtëna me armë zjarri, me çrast janë plagosur disa persona. Në vendngjarje kanë bëritur efektivët e policisë dhe është konstatuar se RC dhe MN kanë vdekur në vendngjarje nga plagët e marra. Një mjek i urgjencës konstatoi vdekjen. I plagosur ka mbetur edhe një i mitur i cili është transportuar për mjekim në kompleksin klinik Nën Tereza. MN është autor i mundshëm i vrasjes. Drejtoresha e klinikës së traumatologjisë Maria Serceva thotë se gjendja e të lënduarit është e qëndrueshme dhe se po bëhen kontrollet e nevojshme. Ndërkaq, pas kontrolleve, ajo potencoi se me siguri pacienti do të vazhdoj kurimin në klinikën e kirurgjisë plastike. Nga ana tjetër, forcat policore janë ende në rrugët e Vëllkovës, ndërsa policia po kryen hetim në vendin e ngjarjes. Raste tragjike janë bërë fenomen kohëve të fundit, ndaj dhe kërkohet nga organet kompetente që të merren për parandalimin e këtyre fatkeqësive.